Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Newaviut, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Omeri radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: një ditë ishim duke ndenjur tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë shumë të zeza. Në të, nuk hetoheshin shenja udhëtimi dhe askush prej nesh nuk e njohu atë. U ul pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke I mbështetur gjujt e vet me gjujt e tij, I vendosi duart në kofshët e tij dhe tha: O Muhammed, më trego ç'është Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I tij. Ta kryesh namazin, ta ndash zekatin dhe ta agjërosh Ramazanin dhe ta vizitosh Qaben nëse ke mundësi. Pyetësi tha: të vërtetën e the? Ne, thot Omeri, u çuditëm, po e pyet dhe po ja vërteton fjalët. Pyetësi pyeti përsëri: me trego ç'është imani? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: iman është të besosh Allahun, engjëjt e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit, ditën e gjykimit, dhe të besosh në caktimin e Allahut në të mirën dhe në të keqen. Pyetësi tha: të vërtetën e the? Me trego ç'është ihsani? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: ihsan është të adhurosh Allahun sikur e sheh atë, sepse edhe pse ti nuk e sheh atë, ai vërtet të sheh ty. Pyetësi tha: me trego kur është dita e kiametit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha: për këtë I pyeturi nuk di më shumë se pyetësi. Me tregon mbi shenjat e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: kur robëresha t'i lind vetes zonjush dhe kur të shihen barit, këmbë zbathur, të zhveshur e të mirë, se si garojnë në ndërtimin e godinave të larta. Pyetësi I panjohur shkoi, ndërsa unë, thot Omeri, mbeta I habitur. Pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më tha: o Omer, a njeh atë që më pyeti? I thash: Allahu dhe I dërguari I tij e dinë më së miri. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: vërtet ky ishte Xhebraili, erdhi t'ju mësoj fen tuaj. Me të drejtë mund të pyesësh cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet që mund t'i përfitojmë nga ky hadith I profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi I lartë përmendur pasqyron në formë koncize thelbin e fesë. Siç kuptohet nga hadithi, feja jon përbëhet nga 3 shkallë, nga 3 nivele. Niveli I parë Islami, niveli I dytë imani dhe niveli I tretë ihsani. Çdo të thot fjala Islam, Islam do të thot nënshtrim dhe dorëzim praktik ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ndonë se në hadith janë përmendur vetëm 5 detyra themelore, 5 shtyllat kryesore, Islami është më I gjerë se sa aq. Islam është edhe mos ta dëmtosh tjetrin, të distancohesh nga zullumi dhe nga e shëmtuara. Islam është edhe të ushqesh të varfrin. Islam është edhe t'i jepesh selam, ta përshëndesesh tjetrin. Islam është edhe ta këshillosh tjetrin për mirë dhe ta ndalosh nga e keqja. Niveli I dytë, imani, është përkufizuar në hadith si çështje e zemrës dhe e besimit, e bindjeve. Pra imani, si bindje e brendshme, ka dallim prej Islamit si praktik e jashtme.
sepse janë përmendur për krah njëri tjetrit në të njëjtin tekst. Ndërsa në një kontekst veçmas prej Islamit, imani përfshin edhe Islamin. Imani përfshin pranimin me gojë, pohimin me zemër dhe vërtetimin me vepra të besimit. Imani përbëhet nga 60 e ca deg. Fjala la ilaha illallah është deg e imanit. Largimi i pengesës nga rruga është deg e imanit. Edhe turpi është njëra nga deget e imanit. Imani shtohet me punë të mira dhe paksohet nga gjunahet. Dikush e ka imanin në zemrën e tij sa një mal, e dikush tjetër sa një grinc, në varësi të adhurimeve dhe gjunaheve. Ihsani, kjo grad e fetarisë, nënkupton sinqeritetin dhe përkushtimin në fe. Nënkupton frikë respektin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala në të gjitha hapat e jetës. Kjo grad, ky nivel ihsan, nënkupton bindjen se Allahu azza wa jall të shikon, të vështron dhe të vëzhgon kudo dhe kurdo. Kjo grad, kjo shkallë e fetarisë, kërkon që ta ndërtojmë raportin me Allahun subhanahu wa ta'ala sikur e shohim atë dhe e ndjejmë afërsinë e tij me zemër, sikur që ndrojmë para madhështisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj dhe ky është niveli më i lartë i fetarisë. Për ta plotësuar më shumë tablon e fesë, shtojmë se shahadeti është shprehje e gjuhës. Namazi dhe agjerimi janë adhurime trupore. Zekati është adhurim pasuror, ndërsa haxhi bashkon mes veprimit trupor dhe shpenzimit ekonomik. Haxhi, në hadith, është i kushtëzuar me mundësinë, sepse vështirësitë dhe shpenzimet që e shoqërojnë haxhin janë më të mëdha se në detyrimet e tjera. Përndryshe, të gjitha adhurimet janë të kushtëzuara me mundësinë fizike ose ekonomike. Allahu azza wa jall nuk ngarkon askënd përtej fuqisë dhe mundësive që ka. Ja vlem të theksojmë se të gjitha shtyllat e Islamit janë rrjedhoi e shahadetit, me kuptimin se pa shahadet nuk vlen ditën e gjykimit as namazi, as agjerimi dhe as një vepër tjetër. Besimi në Allah nënkupton 4 çështje. Pika e parë, besimin në ekzistencën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E dyta, besimin se Allahu është i vetmi krijues, sundues dhe rregullator i kësaj gjësie. E treta, besimin se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, madhërimin dhe nënshtrimin ton. Dhe e katërta, besimin në cilësitë e plota dhe emrat e bukur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për sa i takon melaikeve, ne besojmë se melaiket, engjëjt, janë krijesa të Allahut subhanahu wa ta'ala, të krijuara nga drita, të ngarkuara me detyra të caktuara, janë plotësisht të bindur dhe të përulur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Melaiket bëjnë pjesë në botën e gajbit, në atë botën e padukshme, e cila është përtej mundësive tona njohëse. Informacionin për melaiket e marrim vetëm nëpërmjet shpalljes hyjnore. Për librat hyjnor, besojmë se Allahu azza wa jall u dërgoi libra të dërguarve të tij, u shpalli atyre ligje dhe i urdhëroi pejgamberët t'i përcjellin këto ligje tek popujt e tyre. Ne si besimtar musliman besojmë në të gjitha librat dhe fletushkat e shpallura, ku prej tyre mund të veçohen fletushkat e Hazreti Ibrahimit, Teurati i Hazreti Musait a.s., Zeburi i Hazreti Davudit a.s., Injili i Hazreti Isait a.s. dhe Kur'ani famlar i shpallur profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përsa u përket të dërguarve të Allahut, ne si besimtar musliman besojmë se Allahu ka përzgjedhur disa njerëz për t'i kumtuar shpalljet e tij.
Një pjesë e të përzgjedhurve janë në gradën nebi, lajmëtar, profet, një pjesë tjetër janë në gradën rasul, të dërguar. Nebiu ose profeti i parë ishte Ademi a.s. ndërsa rasuli ose i dërguari i parë ishte Nuhu a.s. Ndërsa nebiu dhe rasuli i fundit ishte profeti on Muhammed, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të gjithë të dërguarit e Allahut. Besimi në kaderin e Allahut, hajër apo sharr qoftë, nënkupton besimin në caktimin e Allahut. Bindja se çdo gjë në këtë gjithësi ndodh me dijen e Allahut, me dijen e tij të gjerë, me vullnetin e tij të pakufishëm, me urtësinë e tij të thellë dhe me drejtësinë e tij absolute. Për sa i takon kiametit, ne si besimtar musliman besojmë në jetën e përtejme. Besojmë se do të ringjallemi dhe do të shpërblehemi ose ndëshkohemi me drejtësinë e Allahut sipas veprave tona. Kiametit i njihen shenjat paralajmëruese, por nuk i njihet qasti i ndodhisë. Qastin e kiametit nuk e di asnjë krijesë. Prandaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është shprehur në këtë hadith, i pyeturi nuk di më shumë se pyetësi. Kushdo qoftë pyetësi, kushdo qoftë i pyeturi. Pastaj tek e fundit, nuk është më rëndësi kur ndodh dita e kiametit, por më rëndësi çfarë kemi përgatitur për atë ditë. Bindja në ditën e gjykimit, bindja në ditën e kiametit, e bën besimtarin të reflektojë dhe të jetë më i kujdesshëm për veprat e tij. Kjo bindje e bën të mendojë për pasojat e mundshme që sjellin veprat e këqija. Kjo bindje e bën besimtarin më të vetëdijshëm se përpjekjet pozitive nuk e humbin vlerën. Edhe pse ndoshta nuk i ka vlerësuar askush nga njerëzit, është Allahu subhanahu wa taala që i vlerëson, i shikon, i regjistron dhe secili do t'i jap llogari tek ai për çdo synim, fjalë dhe veprim. Kjo bindje, bindja në ditën e gjykimit, e bën njeriu të kuptojë nevojën e vazhdueshme për t'i kërkuar falje Allahut dhe për t'u përmirësuar. Kjo bindje e motivon besimtarin të shfrytëzojë çdo minutë në mirësi, të respektojë kohën dhe të largojë plagështinë. Ndërsa për sa i takon shenjave të kiametit, shenjat e kiametit janë sinonimi që rregullimeve që do të përjetojnë individi, familja, shoqëria dhe gjësia. Prej këtij çrregullimit është edhe trajtimi i nënës si robresh, udhëheqja e njerëzve të paaftë, garimi dhe krenaria në ndërtime të larta dhe të panevojshme, përhapja e imoralitetit dhe e çthurjes, përhapja e pijeve alkolike, vrasjet e tepërta, do i zihet bez gënjeshtarit dhe mashtruesit dhe do të përgënjeshtrohet besniku dhe fisniku. E shumë shembuj ose e shumë shenja të tjera për të cilat na ka lajmëruar profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përmes këtij hadithit mund të kuptojmë se nuk është turp të pyesim për të përfituar dituri. Po ashtu nuk është turp të pranosh e të thuash nuk e di për një çështje që nuk e ke mësuar dhe nuk e ke lexuar. Parimet e dietarëve tan janë: parimi i parë, 2 kategori njerëzish nuk e mësojnë diturinë. Ai që ka turp dhe mendje madhi. Dhe parimi i dytë, dietarët e muslimanëve kanë thënë, shprehja nuk e di është gjysma e diturisë. Ky hadith na mëson ne gjithashtu metodologjinë e pyetjeve në fe. Muslimani interesohet dhe pyet për çështjet e rëndësishme, themelore dhe praktike. Ky hadith na mëson metodologjinë e mësimit të fesë nëpërmjet pyetjeve, përgjigjeve. Ky hadith gjithashtu na mëson një metodikën në përgjigje. Përgjigja duhet të jetë e shkurtë, e saktë dhe e qartë.
Sipas metodologjisë së mësimit të prezantuar në këtë hadith, i dituri mund të shfaqet njëkohësisht në formën e pyetësit dhe të nxënësit për t'i mësuar të pranishmit, siç u shfaq Xhebraili a.s. në mesin e sahabëve. Prej edukatës së mësimit është që ulja e nxënësit para mësuesit të jetë në mënyrën më të rregullt dhe më të përshtatshme. Në anën tjetër, edhe mësuesi duhet jetë i thjeshtë, i qetë dhe i durueshëm. Kushdo që kërkon dituri, pëlqehet të paraqitet me pamjen më të rregullt, më të pastërt dhe më të hishme. Nga hadithi mund kuptojmë se nuk është e ndaluar të drejtohemi në emër personave që duhen respektuar, por kjo nuk është forma më e hishme dhe më etike. Xhebraili a.s. për të dukur si i huaj, e thirri pejgamberin ton të nderuar në emër, o Muhammed. Pra në këtë rast, tek Xhebraili a.s. kemi një lloj aktrimi si i huaj dhe si i paditur. Tekstet kuranore dhe profetike na tregojnë se melaiket marrin forma të ndryshme. Ato mund të paraqiten edhe me pamje njerëzore, siç janë shfaqur për shembull Hazreti Ibrahimit, Hazreti Lutit dhe Mariamës. Këtë e shohim të konkretizuar në hadithin e Xhebrailit, por normalisht që këtë transformim i melaikeve ndodh me lejen dhe urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Duke parë rëndësinë dhe vlerën e hadithit të Xhebrailit, dietarët e kanë konsideruar këtë hadith si nëna e sunetit, sepse ashtu mund të themi, mund bëjmë një krahasim, siç është konsideruar edhe surja El-Fatiha si nëna e Kur'anit. Pra ashtu siç surja El-Fatiha përfshin ajken e mesazheve kuranore, edhe ky hadith i Xhebrailit, nëna e sunetit, përfshin ajken edhe bazat e fesë tonë, obligimet kryesore të saj. Dëgjues i nderuar, duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin e tretë, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.